dashur miq, mirëmbrëma! Mirëmbrëma, jo vetëm juve këtu në sallë, po dhe ju që jeni ulur pranë televizorit dhe po prisni të fillojë Portokallia e javës. Mirëmbrëma gjithëve. Jeni në fakt duke na ndjekur në ato dhomat e ngrota ku bubulon zjarri sa nga oxhaqet e sa nga sopat me dru. Ke të drejtë, sepse shumica e familjeve shqiptare ju është kthyer drurit. Salsano, unë e kisha fjalën për drut e zjarrit, që të kuptohemi se mos ke kuptuar. Jo, drut e zjarrit. Se ka dhe drut. S'ka më kalorifer, kondicioner. Njerëzit kanë shkuar në përhaure, ka marrë sopata, çarrat, edhe janë qepur majave të maleve t'i bëj pjellore si dhe fushat. Çfarë thua ti? Po çfarë do të thon pjellore një? A nuk e di ti? Jo. Ka qenë teoria e partisë. Ti qepemi maleve dhe pyjeve t'i bëjmë pjellore, po ti e vogël, nuk e di këtë. Atëherë ju qepën maleve, i prem pyjet për toka buke. Sot ju qepën për dru zjarri. Po në fundit druri ka qenë dhe për të gatuar dhe për të ngrohur shqyqyr që kemi pasur drurin. Tani ka hidrocentrale, atëherë s'kish hidrocentrale. Po, ka hidrocentrale, po nuk ka lek paguash energjin. Edhe shteti thot, kush nuk paguan energjin, do dru. E dëgjon populli thot, po. Edhe populli thot, qeveria ka të drejtë, do dru dhe shko në pyll dhe merr dru. Po si zgjidhet kjo more koleg, si zgjidhet kjo, se siç thoshin atëherë pleq, hall me burr, e hall pa burr, e hall të mos martohesh kurr. Po ta dion si zgjidhej, isha bërë kryeministre dashur. Ashtu ë? Po. Por unë do të falenderoj të gjithë ata që na japin dru dhe na dërgojnë për dru. Por le të fillojë Portokallia!